Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju fton të tregoni më shumë durim në marrëdhëniet me të tjerat. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por ato kërkojnë vendime të menduara mirë. Në aspektin sentimental, sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje të këndshme. Demi. Do të ndjeni më të qetë dhe më të vendosur për të përfunduar detyrat që keni lënë pezull. Çështjet financiare pritet të ecin në drejtimin e duhur, nëse tregojeni të kujdesshëm me shpenzimet. Në dashuri, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keq kuptimet. Binjakët. Kurioziteti dhe energjia juaj do t'i japin dyrë të reja gjatë kësaj dite. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për një projekt ose bashkëpunim të ri. Në jetën sentimentale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Kujdes vetëm të mos shpërqendroheni nga shumë angazhime njëherësh. Gaforia. Intuita do të jetë aleati juaj më i mirë. Do të dini të kuptoni njerëzit përreth dhe të merrni vendime të mençura. Në punë do të vlerësojeni për përkushtimin, ndërsa në dashuri dita premton emocione të bukura dhe momente romantike. Mos harroni të gjeni pak kohë edhe për veten. Luani. Do të ndjeni plot vetbesim dhe të gatshëm për të marrë iniciativa. Një mundësi profesionale mund të shfaqet papritur, ndaj tregoni të vëmendshëm. Në marrëdhëniet personale, shmangni kokforcin dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve. Virgjëresha. Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Do të arrini të zgjidhni një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, partneri do ta vlerësojë kujdesin dhe mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të njihen me dikë përmes rrjetit shoqëror. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Peshorja. Marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Diplomacia juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo debat me qetësi. Në punë mund të merrni një vlerësim ose një propozim interesant. Në dashuri dita sjell harmoni dhe mundësi për të forcuar lidhjet emocionale. Akrepi. Vendosmëria juaj do të japë rezultate konkrete. Nëse keni pasur një objektiv të rëndësishëm, sot mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt tij. Në jetën sentimentale, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek partneri. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në menaxhim. Shigjetari. Optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit që ju rrethojnë. Një udhëtim i shkurtër ose një takim interesant mund ta bëjë ditën më dinamike. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë emocione të bukura. Mos lini pas dore detyrimet praktike, edhe pse dëshira për aventura do të jetë e madhe. Britsjapi. Puna dhe përgjegjësitë do të kërkojnë përqendrim maksimal, por përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Në aspektin financiar mund të merrni një lajm pozitiv ose të gjeni një zgjidhje të favorshme. Në dashuri, tregoni më shumë ndjenja dhe mos hezitoni të shprehni atë që mendoni. Ujori. Idetë kreative do t'ju ndihmojnë të dalloheni në çdo ambient. Bashkëpunimet me të tjerë do të jenë të frytshme dhe mund të lindin projekte të reja. Në jetën personale, dita favorizon njohjen dhe komunikimin e hapur. Ruani ekuilibrin mes angazhimeve dhe kohës për veten. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin drejt zgjedhjeve të duhura. Në punë, do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja, ndërsa në dashuri, dita premton ngrohtësi dhe mirëkuptim. Një lajm i këndshëm ose një surprizë e vogël mund t'ju përmirësojë humorin. Mbrëmja është ideale për relaks dhe reflektim. Horoskopi në Top Albania Radio.